Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me të tjera zhvillimet të ditës. Po rruga e Arbrit vazhdon të jetë kryefjala e fushatës së dy kandidatëve për kreun e Bashkisë së Dibrës. Ministri Ahmetaj, që shoqëroi kandidatin socialist Muharrem Rama, tha se rruga e Arbrit është një projekt serioz në tryezën e qeverisë dhe se do jetë qeveria e majtë ajo që do ta përfundojë atë. Dy ministra i financave Arben Ahmetaj dhe ai energjisë Damian Gjiknuri shoqëruan takimin elektoral të kandidatit të majtë për Bashkinë e Dibrës Muharrem Rama në fshatin Grev të njësisë administrative Melan. Subvencionet në bujqësi ishin ato çka u biseduan me fermerët, ku Ahmetaj siguroi se fondi garancisë për ata që investojnë në bujqësi është i sigurt. Ai siguroi gjithashtu dhe për përfundimin e projektit të rrugës së Arbrit. Kjo qeveri ka për ta bërë rrugën e Dibrës. Ndaç rrugën e Arbrit, ndaç rrugën nga Librashti. Është fondi garancisë që kemi bërë me Berghin, që jep mundësi për kredit vogla apo dhe të mëdha me interes të subvencionuar nga buxheti i shtetit në mënyrë që të zhvillohet fermat e vogla apo të mëdha. Sherefedin Sheu pak ditë më parë premtoi një fond të veçantë nga Bashkia për pagesën e faturave të energjisë elektrike për familjet e varfra, por për ministrin Gjiknuri, ky është vetëm një mashtrim. Thot tash unë do paguaj energjinë elektrike thot me buxhetin e bashkisë. Kjo është një gënjeshtër, mashtrim i gjallë. Pra kjo tregon që ti nuk ke asnjë program për Dibrën. Jep premtimet që i ka qeveria qendrore. Deputeti demokrat Flamur Noka, që shoqëronte në fushat zotin Sherefedin Shehu të Partisë Demokratike, tha se rrugën e Arbrit do ta përfundojë Partia Demokratike e cila nisi projektin. Sipas tij ishte qeveria aktuale që e bllokoi pasi u kërkoi rishfet kinezëve. Kandidatin demokrat për Bashkinë e Dibrës Sherefedin Shehu e shoqëronte deputeti demokrat Flamur Noka, i cili shfrytëzoi një takim elektoral të tij në Peshkopi për të përgjigjur deklaratave të një dite më parë të Ramës lidhur me rrugën e Arbrit. Sipas Nokës është qeveria aktuale që ka bllokuar projektin e rrugës pasi u kërkoi rishfet kinezëve. E bllokun, po pse e bllokun, e dini. Megjithëse ishte mbyll përfundimisht negociata me firmën kineze. Sepse kërkojnë rishfetin edhe firmave tuaja këta. Për qindjen. Rruga ka ngel, pezull nuk bëhet dhe nuk bëhet derisa të vi Partia Demokratike në pushtet. Kandidati Sherefedin Shehu premtoi se veç Peshkopis, edhe Sohodolli dhe Maqellara do kthehen në qendra urbane të Dibrës. Për Sohodollin, që është një qendër e madhe e Dibrës së vogël, po të themi. Dhe për Maqellarën, që është një qendër e madhe e Dibrës madhe, un kam një projekt të veçantë. Maqellara dhe Sohodolli do të bëhen dy qendrat urbane të Bashkisë Dibër. Nisja e vitit të ri shkollor ka sjell dyndje të prindërve në dyert e autoritetit shëndetësor rajonal, i cili është i vetmi institucion publik në Tiranë që realizon analizat e feqes dhe urinës, kriter për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopshte. Drejtues të këtij institucioni shpreh të shqetësuar për fluksin 4 herë më të lartë se kapaciteti që arrin deri në 400 persona në ditë, çka ka shkaktuar raste gjata para institucionit, pavarësisht trefishimit të sporteleve. Të regjistrosh një fëmijë në çerdhe a kopësht duhet paraprakisht që të kryhet një set analizash mjekësore, që vërtetojnë se fëmia është i shëndosh dhe nuk vuan nga parazit. E për t'i bërë falas këto analiza në Tiranë ka vetëm një institucion, Drejtoria e Shëndetit Publik Rajonal, pranë ASHR-s, ku përplasen çdo ditë deri në 400 persona, baras me 4 herë mbi kapacitet. Gjithmonë në ditët e fundit të gushtit dhe mund të them ndoshta edhe që gjithë muajin shtator këtu është një fluks shumë i madh qytetarësh që vinë të marrin shërbimet tona. Kryesisht bëhet fjalë për fëmijët që do të regjistrohen në kopshte dhe në çerdhe. Të gjithë fluksin e gjithë Tiranës e përballon vetëm kjo qendër. Përballon mund të shkojë 300-400 në ditë. Situata trashëgohet në vite për shkak edhe të shumëfishimit të popullsisë së kryeqytetit,
të pas 90-s, ndërsa kapacitetet e institucionit të higjienës kanë mbetur të njëjtat. Nisur nga situata e vështirë, institucioni është i detyruar të trefishojë sportelet dhe të shtojë personel si dhe të zgjas orët e punës. Unë personelin tim i kam thënë që të paraqitet të paktën një gjysore përpara orarit normal të punës, pra të filloj në orën 7:30 minuta dhe të mbaroj kur të mbaroj dhe analiza e fundit. Nga ana jonë është marrëmarrëse që të hiqen specialistë nga disa sektorë të tjerë, të cilët nuk kanë ndoshta një volum të madh pune për momentin që flasim, dhe ka kaluar të sektorët që përballen me këtë fluks. Nga një sportel i cili funksionon gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, tashmë kemi 3 sportele. Në radhë ka jo vetëm prindër, por edhe mësues që për të rinovuar licencën, edhe ata duhet të bëjnë disa analiza mjekësore që lehtësisht mund të realizohen në çdo muaj të vitit. Leja higjiena sanitare është leje 1 vjeçare. Që do të thotë që një arsimtar mund ta bëjë edhe në tetor, edhe në nëntor, edhe në dhjetor, janare, muajt e tjerë, por duke ardhur të gjithë arsimtarët, të gjithë fëmijët brenda një periudhe 15 ditore, ndoshta edhe 30 ditore, e bën të pamundur shmangjen e rrallëve. Por ndërsa shteti ka mundësi të limituara, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për laboratorët privat, që janë të shumtë në kryeqytet. Por edhe në këtë pikë, problemet nuk mungojnë, pasi ka drejtues kopshtesh që besojnë vetëm tek analizat që kryen në shtet. Ekziston edhe një handicap i vogël që mund të ketë disa çerdhe, të cilat duan detyrimisht lejen nga ky institucion, që nuk është e drejtë. Pra, nëse dikush, një fëmijë, shkon me një fletë analize nga private, nuk kanë pse të mos e pranojnë. Shoqata e botuesve të teksteve shkollore njofton të gjithë drejtorët e shkollave dhe mësuesit, prindrit dhe nxënësit e qytetit të Tiranës se librarit pranë shkollave janë furnizuar me tekstet shkollore të arsimit para universitar. Ky vendim është marrë për të shmangur problemet e krijuara vitet e kaluara kur shitja e teksteve është bërë pa përdorimin e kasës fiskale. Në rast të mungesës të librave, shitja do të bëhet në mjediset pranë shkollave nga persona të autorizuar. Botuesit lutejnë që prindrit dhe nxënësit të fillojnë menjëherë blerjen e teksteve për të shmangur radhët e gjata në ditët e fundit përpara fillimit të vitit të ri shkollor. Teksa inspektoj kopshtin 56 të rikonstruktuar, kreu i bashkisë Erion Veliaj tha se ky proces do përfundoj në 23 kopshtet e Tiranës përpara fillimit të vitit të ri arsimor. Në një sinjë në Tiranë, kopshti që ka marrë emrin e një prej filmave emblematik për fëmijë Beni ecën vet, ka një pamje të re. Bashkia e Tiranës ka rikonstruktuar të gjitha ambientet dhe fëmijët do gjejnë në të hapësira për të kaluar sa më bukur orët e qëndrimit. Erion Veliaj tha se bashkia po mban premtimin për rikonstruksionin e 23 kopshteve para nisjes së vitit të ri arsimor. Kur fëmijët kthehen nga pushimet javën tjetër, jo vetëm këtu në njësi numër 1 ku është deputeti Tmiri, por në të gjitha njësitë e Tiranës do të gjejnë infrastrukturë moderne dhe besoj që ashtu siç ka emrin kopshti, Beni ecën vet, ashtu është dhe qëllimi i bashkisë, çdo fëmijë të ecë vet në qytetin e Tiranës, dhe çdo fëmijë të ketë njëjtin shans, si këtu në Shkos, si në Alidem, ashtu dhe në Bllok, ashtu dhe në qendër Tiranës. Në kopshtin Beni ecën vet, ose siç njihet kopshti 56, janë bërë ndërhyrje në gjithë godinën, brenda dhe jashtë saj. Jashtë është krijuar edhe një kënd lojrash për të vejlit. Pas rikonstruksionit të të gjitha kopshteve dhe çerdheve në Tiranë, fokusi i bashkisë do të jetë rikonstruksioni i shkollave. Rikonstruksioni i godinës së Ministrisë së Brendshme po shkon drejt përfundimit, ndryshe nga sa ishin mësuar ta shihnim kohët e fundit të rrethuar me rrjete skela, tani fasada e godinës është zbuluar dhe rikonstruktuar plotësisht, siç edhe e ndiqni. Burime nga Ministria e Brendshme thanë për News 24 se puna po vjon ende në pjesën e brendshme të godinës për rrjetin elektrik dhe kablot optik, si dhe për mobilimin e mjediseve. Pas rreth 10 ditësh pritet të bëhet edhe një ceremoni përurimi për godinën e rindërtuar. Për arsye të punimeve, ka rreth një vit që zyrat e Ministrisë së Brendshme janë zhvendosur dhe funksionojnë te Garda e Republikës dhe tek Ish-Ministria e Kulturës. Një projekt për pëllësimin e zonës dhe që shmang erozionin në malin e Tomorit në Kolonjë pritet të nisë në muajin janar. Një vit më parë, Bashkia e Kolonjës u përball me një katastrofë natyrore ku si pasojë erozionit në këtë zonë u shkaktuan dëme të mëdha ekologjike, por jo vetëm.
Pas situatës së krijuar, Bashkia e Kolonjës ka ndërmarrë një projekt për pyllëzimin e zonës dhe për të shmangur rëshqitjet e tokës. Si që shikoni edhe lartë, është gati për erozion masiv, çka ne na bën që të humbim dhe një nga burimet tona kryesore të ujit. Kështu që me njëherë mbas ndodhjes së kësaj fatkeqësie, ne menduam dhe kërkuam donator, njerëz, dashamirës të Kolonjës, në mënyrë që këtë ngjarje ne ta ndalojmë. Një sipërfaqe për 120 hektarësh do të pyllëzohet kjo zonë, në mënyrë që ne ta rikthejmë këtë zonë në bukuritë që ka pasur, pasi siç e dini Gramozi është një mal unik, ka 60 lloje lulesh nga 66 nga gjithë Shqipëria dhe ne duam ta shpëtojmë këtë bukuri që ka. Dhe unë dua të falenderoj gjithë ata që punuan dhe kontribuan për këtë projekt, gjithë donatorët. Duam që ta bëjmë Kolonjën ta kthejmë në një shembull nga suksesi edhe për të tëra zonat e tjera të Shqipërisë që kanë po këto probleme dhe duke ndërhyrë në një hapësirë për 120 hektarësh këtu. Projekti prej 5 milion eurosh që realizohet në bashkëpunim me Zyrën e Kombeve të Bashkuara në programin për mjedisin me Selinë Vjen, do të vihet në zbatim në muajin janar të vitit të ardhshëm. Nesër Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet me qëllim votimin dhe ratifikimin e marrëveshjes për ndarjen e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Por agjencia e lajmeve Reuters shkruan se edhe nëse ratifikimi bëhet në kohë, liberalizimi i vizave mund të mos realizohet në kohën e duhur. Sipas burimeve diplomatike, Unioni e ka vëmendjen tek Gjeorgjia dhe Turqia dhe jo tek Kosova. Në një artikull të agjencisë lajmeve Reuters për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi, thuhet se edhe nëse Kosova arrin ta ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit, nuk është e sigurt se Bashkimi Evropian do t'i heqë vizat në kohë. Në këtë shkrim të Reuters citohen edhe diplomatë të BE-s, të cilët i kanë thënë agjencisë angleze të lajmeve se tashmë askush në BE nuk flet për Kosovën dhe një pjesë po merret me Gjeorgjinë e pjesa tjetër me Turqinë. Aleatët perëndimor i kanë thënë Kosovës se qartësimi i kufive me fqinje që ishin pjesë të ish Jugosllavisë përfshir Malin e Zi është një parakush për t'u afruar me Bashkimin Evropian, në veçanti marrjen e liberalizimit të vizave. Por marrëveshja mes dy qeverive është përballur me protesta të dhunshme nëpër Kosovë. 6 njerëz u arrestuan të martën në ndyshimet se kanë hedhur një bombë në objektin e parlamentit të Kosovës dhe ligjvënësit nacionalist kanë hedhur gaz do cilës disa herë brenda parlamentit. Opozita thotë se me këtë marrëveshje vendi humb 8000 hektar tokë, diçka që qeveria e mohon. Diplomatët e BE-s thonë se Kosova duhet të presë gjatë për të marrë liberalizimin e vizave, edhe nëse marrëveshja ratifikohet në kohë. Sipas Reuters, bloku tashmë ka vëmendjen diku tjetër, thonë diplomatët. Ata janë me shpresë se mund të liberalizojnë vizat për Gjeorgjinë para zgjedhjeve që pritet të mbahen në muajin tetor, ndërsa disa fokusin e kanë tek Turqia, vend jetik për të mbajtur larg Evropës perëndimore valën e emigrantëve. 16 persona janë plagosur gjatë turbulencave pasi një avion bëri ulje të detyruar në aeroportin Shannon në Irland. 14 ishin pasagjerë dhe 2 pjesëtar të ekuipazhit. Avioni udhëtonte nga Houston në Heathrow të Londrës. Shoqëria ajrore tha në një deklaratë se ulja emergjente u bë pas turbulencave të forta dhe të papritura. Avioni tip Boeing kishte 207 udhëtar në bord. Të plagosurit u çuan në spital. Kandidati republikan për president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump viziton sot Meksikën. Trump ka shkruar në Twitter ndjes se do të takojë presidentin meksikan Peta, i cili ka ftuar edhe kandidaten demokrate për presidente Hillary Clinton. Ai ka thënë se dialogu do të ndihmojë në mbrojtjen e meksikanëve kudo që ata jetojnë. Kandidati republikan për president Donald Trump do të vizitojë sot Meksikën disa orë përpara se të prezantojë masat kundër emigrimit të paligjshëm. Në një mesazh në Twitter, Trump deklaroi se priste me padurim që të takohet me presidentin Enrique Pena Nieto, i cili gjithashtu ka ftuar në Meksikë edhe kandidaten demokrate Hillary Clinton. Presidenti meksikan synon që nëpërmjet kësaj ftese të dërguar ndaj Trump të ndihmojë në mbrojtjen e popullsisë meksikane kudo që ajo jeton. Kandidati republikan Donald Trump i ka shndërruar emigrantët meksikan
në pjesën kryesore të fushatës së tij. I ka quajtur kriminal, përdhënues, trafikant droge. Ja çfarë deklaronte pak muaj më parë. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. Trump është zotuar ndër të tjera që të ndërtojë një mur me Meksikën për të ndaluar fluksin e emigrantëve dhe sipas tij, për ndërtimin e murit do të paguaj vetë Meksika. Presidenti Nieto është përgjigjur se nuk do të shpenzojë asnjë qindark për ndërtimin e këtij muri. Mbetet për të parë nëse pas vizitës në Meksik, Trump do t'i zbusë tonët ndaj emigrantëve meksikan. Zëdhënësi Abu Muhammad al-Adnani është vrarë në veri të Sirisë. Lajmi është dhënë nga agjencia e lajmeve Amaqe, e cila është e lidhur me organizatën ekstremiste. Duke cituar një burim ushtarak, Armaq tha se Adnani është vrarë gjatë inspektimit të operacioneve për sëmbrapsjen e fushatave ushtarake në Alepo. Nuk është e qartë nëse ai u vra nga forca toksore ose në ndonjë sulm ajror. Adnani thuhet se ka qenë njëri nga zyrtarët që ka shërbyer më shumë brenda shtetit islamik. Këngëtari amerikan Chris Brown është liruar me kusht nga paraburgimi pasi pagoi $250,000. Lajmin e bëri të ditur avokati i këngëtarit, i cili tha se klienti i tij u lirua duke shtuar se akuzat ishin të pavërteta. Këngëtari amerikan u arrestua të martën si i dyshuar për një sulm me armë ndaj një gruaje, cila e denoncoi atë në polici për kërcënim. Mediat raportuan se incidenti ndodhi në shtëpinë e tij në Los Angeles. Raportohet se Brown kishte kërcënuar me armë një vajzë e cila me sa duket ishte Miss California, por detajet nuk janë bërë të ditura. Kujtojmë që këngëtari është i njohur për akte dhune, përfshirë sulmin në 2009 ndaj të dashurës së tij, yllit të muzikës pop Rihanna. Shkojmë live tani në policinë e Tiranës për të ndjekur zotin Ervin Hodaj për ngjarjen e grabitjes së bankës në blok. Dhe kërkimit në drejtorinë vendore të policisë Tiranë ka zbuluar autorët e vjedhjes së bankës BKT në Tiranë, ngjarje datës 8 gusht 2016. Sot, në datë 31/8/2016, informojmë publikun se pas një pune operative procedurale, njësitë e policisë kanë zhvilluar operacionin e koduar depërtimi dhe si rezultat në orën 17:30 u ndaluan autorët e dyshuar, shtetasit Roland Liti, Zekaj, 37 vjeç, lindur dhe banues Tiranë, me arsim 8 klas, i dënuar më parë për vjedhje. Alam Babameto, 23 vjeç, lindur në Fier dhe banues Tiranë, me arsim të lartë i pa dënuar. Robert Kulla, 35 vjeç, lindur dhe banues Tiranë, me arsim 8 klas, i dënuar më parë për rrëmbim dhe mbajtje peng personi dhe mbajtje pa leje. Gjatë kontrollit të banesave të tyre shtetase, u gjetën dhe sekustruan me cilësinë e provës materiale një automjet i markës Benz, një automjet i markës Opel Corsa, një shumë prej $16,730 amerikan, një shumë prej €10,480 euro, 2.600.000 lekë shqiptare, karta SIM dhe aparate celular, një sasi fishekësh armë gjahu, si dhe sendet të tjera që shërbejnë për hapje dyersh, brava dhe çelësa të ndryshëm. Po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Në përfundim, janë kryer veprimet procedurale dhe materialet do të dërgohen prokurisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprën penale të vjedhjes së bankave dhe arkave të kursimit, e kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 136 fraksion 2 të kodit penal. Faleminderit.
Ishte zoti Ervin Hodaj, drejtori i policisë së Tiranës, i cili bëri me dije se ishin identifikuar dhe ndaluar tashmë nga policia rreth orës 17:30 të ditës së sotme 3 autorët e grabitjes së bankës në zonën e bllokut, një ngjarje e ndodhur më 8 gusht të këtij viti. Ndërkohë, do të shkojmë në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë këtë radhë me Shkodrën. Sot në mbrëmje atje luhet, siç e dini, miqësoria Shqipëri-Marok, një ndeshje në vigjilje të sfidës përballë Maqedonisë. Gjatë seancave të fundit stërvitore, trajneri kombëtares Xhani Debiazi u ka kushtuar rëndësi lojtarëve më pak të aktivizuar, të cilëve pritet të krijojë hapësira në ndeshjen përballë Marokut. Do të realizojmë një bisedë telefonike me gazetarin ton atje për të folur jo vetëm për atmosferën që mbizotron tani në Shkodër, por edhe për një ngjarje të vogël që është shënuar gjatë mbrëmjes, pikërisht gjatë inaugurimit të stadiumit Loro Boriçi. Atje ka padur një shkëmbim batutash mes kryeministrit Rama dhe kryetares së Bashkisë së Shkodrës, zonjës Voltana Ademi. Mësohet se kreu i qeverisë ka kërkuar shëmbjen e ndërtimeve pranë stadiumit dhe në të kundërt Bashkia e Shkodrës nuk do të përfitonte fonde nga qeveria nëse nuk e realizonte këtë që zoti Rama kërkonte. Për më shumë detaje pra kemi këtë komunikim me gazetarin ton atje, Senad Nikšići. Senad, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma juve në studio dhe gjithë qytetarëve shqiptarë nga Shkodra, ku sonte do të jetë vërtet një festë e madhe e futbollit, jo vetëm shkodran, por edhe atij shqiptar. Edhe pse siç e thatë ju, një ndeshje e thjeshtë miqësore, Shkodra i kushton gjithmonë një rëndësi të veçantë sportit të futbollit, sepse është qyteti që e nisi në Shqipëri dhe gjithmonë ku ka futboll, ku ka ndeshje, aq më tepër ku kushezim janë Shkodër ka një festë të madhe. E kështu kjo atmosferë tashmë është ndezur në rrugët e qytetit të Shkodrës me qindra mijëra tifozë, vërshojnë rrugët e Shkodrës me flamuj, me brohoritje dhe entuziazëm për kombëtaren shqiptare. Është një atmosferë shumë e bukur këtu në qytetin e Shkodrës, tek të gjithë tashmë e kanë vëmendjen tek të përshëndruar tek ky takim, edhe pse siç e thash është një ndeshje miqësore. Sot në Shkodër, siç e thuat edhe ju, ishte kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama, i cili bëri një lloj inspektimi, mund ta quajmë kështu, të stadiumit të ri, të gjandi të ri, Loro Boriçi, të rikonstruktuar dhe ndërtuar pjesërisht. Ai u shoqërua gjatë gjithë këtij inspektimi edhe nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi, e cila ka qenë një vizitë të saj në Zvicër dhe me sa duket ka ndërprerë vizitën dhe ka ardhur nga Zvicra për të qenë në këtë ngjarje të madhe në Shkodër, sepse normalisht nuk kishte të mungonte. Dhe gjatë inspektimit të stadiumit Rama dhe zonja Ademi kanë shkëmbyer disa batuta e po ashtu edhe debate me njëri tjetrin. Batutat kanë qenë me humor apo me tone jo humoristike? Besoj që gjithë njojnë zotin Rama për sarkazmën e tij, por edhe për seriozitetin që shpreh përmes sarkazmit. E ashtu sa me sarkazm, ironi, po aq kishte edhe me seriozitet zoti Rama gjatë batutave me kryebashkiaken, ndërkohë që kryebashkiakja ka qenë më serioze, duke mos përdorur shumë ironi, por duke dhënë përgjigje serioze. Rama kërkoi, ngulmoi dhe thumboi gjithnjë që ndërtimet përreth stadiumit Loro Boriçi të prishen, siç e thatë edhe ju, sepse nuk lënë vend për parkime shumë dhe po ashtu krijoi një pasiguri, sidomos për ndeshjet ndërkombëtare. Në katin e tretë të stadiumit, në ndalesën e parë, Rama i tha kryebashkiakës tekstualisht Voltana në mbrojtje, Voltana në mesfush, Voltana në sulm dhe ndërtimet pa leje që nuk prishen, pra duke patur fjalën për parkimet. Dhe kryebashkiakja ja ktheu dhe zoti Rama që nuk jep asnjë lek për Shkodrën. Në pas ka vjuar inspektimi i tyre në gjitha ambientet e stadiumit. Po përgjigja, cila ka qenë përgjigja e zonjës Ademi? Pra në një farë forme i është kërkuar prishja e këtyre ndërtimeve nga kryeministri kryetares së Bashkisë. Ka pohuar të kundërtën, pra se nuk do të prishen, apo ka heshtur zonja Ademi? Jo, zonja Ademi nuk ka heshtur asnjë. Teksa Rama i kërkonte, pra ky ishte momenti i parë i batutës së tyre. Më pas, gjatë inspektimit, në ecje e sipër, kryeministri Rama ngulmoi sërish tek ndërtimet pa leje dhe më pas kryebashkiakja, pasi i tha më parë që nuk e sjell asnjë lek për Shkodrën, asnjë investim, më pas kaloi tek çështja e parkimeve dhe ndërtimeve, duke thënë se pjesa më e madhe e këtyre ndërtesave për cilët
për cilat flitet zoti Rama janë me leje dhe ato që janë pa leje pa zonja Ademi do të prishin dhe pse nuk i prish ato do të prishin. Zonja Ademi tha që patjetër që do të prishin, të shpa janë pa leje, për sa mos harron të ligjin dhe të drejtën e qytetarit të Shkodrës. E qartë. Pra ka qenë një pasdite ndryshe për kryeministrin, por edhe për kryebashkiaken. Në fakt, ministri është ullur në fushën e Salimit Lorgoriçi dhe atu ka bënë një intervistë shkurtër, pasi devotarët punuan që ai të fliste dhe tha se është një realitet që thotë në ëndër impianti i ri, e po ashtu citoj se nëse është një rregull stadiumi i Shkodrës, po ashtu edhe arena kombëtare, pra për stadiumin që do të ndërtohet në Tiranë, pa që do të jetë një tjetër mrekulli për gjithë shqiptarët. Ndërsa kush mendon se UEFA ka dhënë që të gjejnë përfundimtar për stadiumin Lorgoriçi, ndoshta gabohet, sepse Rama tha që aty do ta shohim, pra nuk as mohoj se ka një përgjigje përfundimtare, por sa thjesht do ta shohim. Kjo ka qenë e gjitha sot në Shkodër. Faleminderit për informacionet e përcjella në studio. Punë të mbar në minutat në vazhdim. Mirë, do të mbetemi sërish me ndeshjen në Shkodër, ku sot në mbrëmje pra në orën 20:30 luhet miqësoria Shqipëri-Marok, një ndeshje në vigjilje të sfidës përballë Maqedonisë. Gjatë seancave të fundit stërvitore, trajneri kombëtar Xhani Debiazi, shikues nderuar, ju ka kushtuar rëndësi lojtarëve më pak të aktivizuar, të cilët pritet t'ju krijojë hapësira në ndeshjen përballë Marokut. Për më tepër të ndjekim kronikën. Xhani Debiazi jep dorë në fundit e ekipit në vigjilje të takimit miqësor kundër Marokut. Një kundërshtar me peshë, një test i rëndësishëm për të parë nga afër formën e legionarëve. Fakti që një pjesë e mirë e lojtarëve nuk kanë shumë minuta në këmbë e ka detyruar teknikun italian të jap më shumë përparësi pikërisht atyre. Përjashton ndonjë surprizë të minutave të fundit. Debiazi pritet të hedhë në fushë nga minuta e parë këtë formacion. Mos aktivizimi i tij tek Lazio nuk e shqetëson trajnerin e kombëtarës. Etrit Berisha mbetet një pikë fikse në port, luan apo jo në rang klubesh. Ashtu si dhe pritej mbrojtësh reparti Shqipëria të pësojë një ndryshim thuajse total. Rreshtimi mbetet i njëjtë, 4 lojtarë në vit të drejtë, Hysaj në të djathtë, ndërsa në qendër mavret i bashkohet i përjashtuar i Francës Berat Xhimshiti. Në krahun e majt Debiazi pritet të aktivizojë nga minuta e parë Emir Lenjanin në vend të gollit. Ansi ka shumë minuta në këmbë, titullar fiks te Karabak në çdo takim. Prezenca e tij ku gjërat të bëhen serioze vështirë se vihet në diskutim. Mesi i fushës nuk ndryshon. Xhaka, Basha dhe Abrashi pritet të arreshtohen përpara mbrojtjes. Në krah kemi një rikthim të bujshëm, Jahmir Hyka. Xhuxhu treguai i durueshëm, priti momentin e tij dhe Debiazi jo vetëm që është problemi me një ftesë, por pritet që Hyka ta nisë miqësor me Marokun si titullar. Rikthehet nga toka e premtuar Shkëlzengashi. Udhtimi i gjatë nuk pritet ta kushtozojë sulmuesin e krahut të djathtë. Sulmi është reparti vetëm që po përjeton një moment fantastik të fillim sezoni. Ashtu si dhe me pjesën tjetër të formacionit, Debiazi pritet i besojë në këtë sfidë postën e titullarit, pikërisht sulmuesit me më pak shkëlqim në këtë periudhë, Sokol Cikaleshit. Producentja Zana Çela emërohet drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Vendimin e mori këtë mërkur kryeministri Edi Rama, i cili kishte në tryezë edhe dosjen e tenorit Josif Gjipali. Ky është një rikthim i Zana Çelës si drejtuese e këtij institucioni pas largimit të saj si drejtuese e Operës Kombëtare në vitin 2003. Zana Çela është zyrtarisht drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Vendimi është marrë këtë të mërkur nga kryeministri i vendit Edi Rama në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe mes dy kandidaturave që kishte në tryezë, e përzgjedhura e tij ka qenë producentja Zana Çela, e cila rikthehet kësaj si drejtuese e këtij institucioni më të lartit të artit në vend. Zonja Çela nuk ka preferuar të flasë publikisht për platformën e saj që e çoi drejt fitimit të garës për drejtimin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dhe pas përfundimit të intervistës në ministri, ishte fjalë pak. Po ndoshta unë do të prezantohem në një moment tjetër nëse unë do jemi përzgjedhura. Ndërsa përpara komisionit të ngritur nga Ministria e Kulturës për vlerësimin e 6 kandidaturave, mësohet të ketë vënë theksin në një teatr kozmopolit. Angazhimi i saj kryesor është kthimi i këtij teatri në një institucion të ekselencës, edukimit dhe inovacionit. Sipas saj, 6 janë fushat në të cilat ajo do të veprojë paralelisht.
ekselencë në program dhe zbatimin e kalendarëve artistik, edukimin e publikut, thithjen e publikut, marketing dhe promocion. Me gjast në nisje të muajit shtator, Zana Çela do të prek Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, këtë herë si drejtuese e tij për të dytën herë pas largimit nga ky post në vitin 2003. Filmi i restauruar Tomka dhe shokët e tij do të shfaqet dyer në New York më 2 dhe 22 shtator. Iris Elezi, themeluese e projektit kinemas shqiptare, tregon se në muajin tetor do të ketë projeksionin e parë në Shqipëri dhe gjithçka ndodh në Berat, në qytetin ku xhirua afro 4 dekada më parë nga regjisoria artistja e popullit Xhanfize Keko. I restauruar mos e 2 vite shkuar fal projektit të kinemas shqiptare, një ndër filmat emblematik të kinematografisë son, Tomka dhe shokët e tij, regjisores Xhanfize Keko, do të ketë 2 projeksione në New York gjatë muajit shtator. Një moment me rëndësi ky jo vetëm për këtë film, por edhe kinema në një vendi si ky yni. Çdo gjë që është në film i përket gjithë botës, nuk i përket vetëm Shqipërisë. Brenda këtij muaji 2 herë, filmi i restauruar nga Library of Kongresit Amerikan, Tomka dhe shokët e tij, shfaqet në New York City në datë 2 dhe tjetri në 22. Dhe të gjitha këto lek shkojnë për Archives in Motion, për workshopin fenomenal që po bëjmë në Tiranë në tetor. E dini që do sjellim specialistë dhe arkivistë nga gjithë rajoni i Ballkanit dhe do sjellim ekspert nga gjithë bota që të mësojnë njerëzve tanë dhe të rajonit si ta ndajmë këtë pasuri, si ta ruajmë këtë pasuri që kemi nëpër arkivat tona. Dhe në ky në 22 bëhet në kineman Alomo dhe të gjitha lekët do shkojnë për projektin e kinemas shqiptare. Prej New Yorkut, Tomka i restauruar do të rrugëtojë në Shqipëri për të pasur të parën shfaqje këtu pas restaurimit. Të gjithçka do të ndodhë në Berat, aty ku është xhiruar ky film afër 4 dekada më parë. Do jetë fenomenale, ku ka më bukur. Shpresoj Xhanfize është e lumtur kudo që ajo është. E di që drejtori i fotografisë Zoti Faruk Basha është. Zoti Faruk Basha na ka ndihmuar në çdo hap gjatë gjithë kohës, vajti deri në Washington që të ndihmonte se si ne duhet ta bënim këtë restaurim në më të mirën profesionale që ne mundeshim. Po imagjinoni se sa bukur do jetë të kthehemi në Berat dhe ta shfaqim aty, do kemi disa nga aktorët që tani janë burra e gra. Do kemi kineastët tanë të brezave të ndryshëm, do kemi gjithë arkivistët që do vinë të trajnohen këtu në Tiranë, por më tepër qyteti do rishoh vetveten 40 vjet më vonë. Pas restaurimit, pranverën e vitit 2014, e para premierë e filmit ishte në festivalin e Prishtinës, ku qenë të pranishëm edhe disa prej protagonistëve në këtë film. Një ari 6 vjeçar ka shpëtuar jo vetëm nga robëria, por edhe trajtimi çnjerëzor që i rrezikonte jetën. Një zinxhir rreth qafës së tij që në vegjëli i kishte dëmtuar fytin pasi kishte deportuar rreth 3 cm nën lëkurë. Ariu i pagzuar nga zotëruesit që e mbanin në levan të fierit me emrin Pashuk, i u nënshtrua operacionit dhe ndodhet në kopshtin zoologjik në Tiranë. Një tjetër ari ka mundur të shpëtojë nga mbajtja në robëri dhe keqtrajtimi. Ariu i njohur me emrin Pashuk, që ka qëndruar për një kohë të gjatë në kafazën e një biznesi në levan të fierit, ka dëmtime serioze në fyt dhe sipas specialistëve, nëse marrja e tij nga pronarët shfrytzues do të vononte edhe një javë, ky ari nuk do të mund të jetonte më. Zinxhiri i cili mbante rreth një vit e gjysmë më parë në qafë, ka shkaktuar dëmtime jetësore pasi që prej asaj kohe, me rritjen e ariut, zinxhiri ka mbetur i njëjtë, duke i deportuar rreth 3 cm nën lëkurë. Don't drop it off. You leave it. Ariu 6 vjeçar ndodhet në kopshtin zoologjik pas ndërhyrjes kirurgjikale për heqjen e zinxhirit. Pashukut janë vendosur para një viti e gjysmë një zinxhir në qafë. Ne nuk e dim edhe saktësisht si ka ndodhur kjo, nga pronart sigurisht, edhe tani me që ajo është rrit në ndërkohë, zinxhiri pothuajse ka qenë komplet të futur në lëkurë. Pashuku ndodhet përkohësisht në kopshtin zoologjik në Tiranë. Mjeku veteriner pohon se brenda 25 ditësh ariu do të rikthehet jetës normale dhe më pas do të zhvendoset në Prishtinë. Kemi qetësuar anikën me anesteziant të përgjithshëm, kemi pastruar qafën, kemi dezinfektuar, mandej kemi bërë hekjen në mënyrë kirurgjikale të zinxhirit, për shkak se ka qenë mund të thot 3 deri në 4 cm në lëkurë. Plaga atina po shpresojmë që mbrana 25 ditë deri në 30 ditë të shërohet edhe pashuku të jetë në gjendje normale, të kthehet jetës tina të mëhershme. Ky është ariu i 5 që Ministria e Mjedisit së bashku me shoqatat shpëtohen nga robëria, ndërsa mediat ndërkombëtare e kanë ngritur këtë shqetësim kohë më parë
nga ku duket se erdhën dhe reagimet konkrete për zbatimin e ligjit nga institucionet shqiptare. Kemi mbritur në fund me Ola Brukon për sëllëm të kjo edicionin qendror informativ. Dhe bashkë me Dimitër Gjokën, juftojmë të klikoni në balkanweb.com, njiheni aty me këto dhe shumë informacionet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të fletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni Radio Rash dhe të na ndiqni mjafton të klikoni mbi live streamin ton. Ju falemderit për vëmendjen, mirupafshim. Natën e mirë, në vazhdim do të jeni në shoqërinë e koleges tonë Senada Jaho. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt me të tjera zhvillimet të ditës. Po rruga e Arbrit vazhdon të jetë kryefjala e fushatës së dy kandidatëve për kreun e Bashkisë së Dibrës. Ministri Ahmetaj, që shoqëroi kandidatin socialist Muharrem Rama, tha se rruga e Arbrit është një projekt serioz në tryezën e qeverisë dhe se do jetë qeveria e majt ajo që do ta përfundojë atë. Dy ministra, i financave Arben Ahmetaj dhe i energjisë Damian Gjiknuri, shoqëruan takimin elektoral të kandidatit të majt për Bashkinë e Dibrës Muharrem Rama në fshatin Grev të njësisë administrative Melan. Subvencionet në bujqësi ishin ato çka u biseduan me fermerët, ku Ahmetaj siguroi se fondi garancisë për ata që investojnë në bujqësi është i sigurt. Ai siguroi gjithashtu dhe për përfundimin e projektit të rrugës së Arbrit. Kjo qeveri ka për ta bërë rrugën e Dibrës. Ndaç rrugën e Arbrit, ndaç rrugën nga Librashti. Është fondi garancisë që kemi bërë me Berghin, që jep mundësi për kredit vogla apo dhe të mëdha me interes të subvencionuar nga buxheti i shtetit në mënyrë që të zhvillohet fermat e vogla apo të mëdha. Sherefedin Sheu pak ditë më parë premtoi një fond të veçantë nga Bashkia për pagesën e faturave të energjisë elektrike për familjet e varfra, por për ministrin Gjiknuri, ky është vetëm një mashtrim. Thot tash unë do paguaj energjinë elektrike thot me buxhetin e bashkisë. Kjo është një gënjeshtër, mashtrim i gjallë. Pra kjo tregon që ti nuk ke asnjë program për Dibrën. Jep premtimet që i ka qeveria qendrore. Deputeti demokrat Flamur Noka, që shoqëronte në fushat zotin Sherefedin Shehu të Partisë Demokratike, tha se rrugën e Arbrit do ta përfundojë Partia Demokratike, e cila nisi projektin. Sipas tij, ishte qeveria aktuale që e bllokoi pasi u kërkoi rishfet kinezëve. Kandidatin demokrat për Bashkinë e Dibrës Sherefedin Sheu e shoqëronte deputeti demokrat Flamur Noka, i cili shfrytëzoi një takim elektoral të tij në Peshkopi për të përgjigjur deklaratave të një dite më parë të Ramës lidhur me rrugën e Arbrit. Sipas Nokës, është qeveria aktuale që ka bllokuar projektin e rrugës pasi u kërkoi rishfet kinezëve. E bllokun, po pse e bllokun, e dini. Megjithëse ishte mbyll përfundimisht negociata me firmën kineze. Sepse kërkojnë rishfetin edhe firmave tuaja këta. Për qindjen. Rruga ka ngel, pezull nuk bëhet dhe nuk bëhet derisa të vi Partia Demokratike në pushtet. Kandidati Sherefedin Sheu premtoi se veç Peshkopis, edhe Sohodolli dhe Maqellara do kthehen në qendra urbane të Dibrës. Për Sohodollin, që është një qendër e madhe e Dibrës së vogël, po të themi. Dhe për Maqellarën, që është një qendër e madhe e Dibrës madhe, un kam një projekt të veçantë. Maqellara dhe Sohodolli do të bëhen dy qendrat urbane të Bashkisë Dibër. Nisja e vitit të ri shkollor ka sjell dyndje të prindërve në dyert e autoritetit shëndetësor rajonal, i cili është i vetmi institucion publik në Tiranë që realizon analizat e feqes dhe urinës, kriter për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopshte. Drejtues të këtij institucioni shpreh të shqetësuar për fluksin 4 herë më të lartë se kapaciteti, që arrin deri në 400 persona në ditë, çka ka shkaktuar raste gjata para institucionit, pavarësisht trefishimit të sporteleve.
Të regjistrosh një fëmijë në çerdhe akopësh duhet paraprakisht që të kryet një set analizash mjekësore, që vërtetojnë se fëmia është i shëndosh dhe nuk vuan nga parazit. E për t'i bërë falas këto analiza në Tiranë ka vetëm një institucion, Drejtoria e Shëndetit Publik Rajonal, pranë ASHR-s, ku përplasen çdo ditë deri në 400 persona, baras me 4 herë mbi kapacitet. Gjithmonë në ditët e fundit të gushtit dhe mund të them ndoshta edhe që gjithë muajin shtator këtu është një fluks shumë i madh qytetarësh që vinë të marrin shërbimet tona. Kryesisht bëhet fjalë për fëmijët që do të regjistrohen në kopshte dhe në çerdhe. Të gjithë fluksin e gjithë Tiranës e përballon vetëm kjo qendër. Domthonë mund të shkojë 300-400 në ditë. Situata trashëgohet në vite për shkak edhe të shumëfishimit të popullsisë së kryeqytetit të pas 90-s, ndërsa kapacitetet e institucionit të higjienës kanë mbetur të njëjtat. Nisur nga situata e vështirë, institucioni është i detyruar të trefishojë sportelet dhe të shtojë personel si dhe të zgjas orët e punës. Unë personelin tim i kam thënë që të paraqitet të paktën një gjysore përpara orarit normal të punës, pra të filloj në orën 7:30 minuta dhe të mbaroj kur të mbaroj dhe analiza e fundit. Nga ana jonë është marrëmaza që të hiqen specialistë nga disa sektorë të tjerë, të cilët nuk kanë ndoshta një volum të madh pune për momentin që flasim, dhe ka kaluar të sektorët që përballen me këtë fluks. Nga një sportel i cili funksionon gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, tashmë kemi 3 sportele. Në radhë ka jo vetëm prindër, por edhe mësues që për të rinovuar licencën, edhe ata duhet të bëjnë disa analiza mjekësore që lehtësisht mund të realizohen në çdo muaj të vitit. Leja higjiene sanitare është leje 1 vjeçare. Që do të thotë që një arsimtar mund ta bëjë edhe në tetor, edhe në nëntor, edhe në dhjetor, janare, muajt e tjerë, por duke ardhur të gjithë arsimtarët, të gjithë fëmijët brenda një periudhe 15 ditore, ndoshta edhe 30 ditore, e bën të pamundur shmangjen e rrallëve. Por ndërsa shteti ka mundësi të limituara, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për laboratorët privat, që janë të shumtë në kryeqytet. Por edhe në këtë pikë, problemet nuk mungojnë, pasi ka drejtues kopshtesh që besojnë vetëm tek analizat që kryen në shtet. Ekziston edhe një handicap i vogël që mund të ketë disa çerdhe, të cilat duan detyrimisht lejen nga ky institucion, që nuk është e drejtë. Pra, nëse dikush, një fëmijë shkon me një fletë analize nga private, nuk kanë pse të mos e pranojnë. Shoqata e botuesve të teksteve shkollore njofton të gjithë drejtorët e shkollave dhe mësuesit, prindrit dhe nxënësit e qytetit të Tiranës se librarit pranë shkollave janë furnizuar me tekstet shkollore të arsimit para universitar. Ky vendim është marrë për të shmangur problemet e krijuara vitet e kaluara kur shitja e teksteve është bërë pa përdorimin e kasës fiskale. Në rast të mungesës së librave, shitja do të bëhet në mjediset pranë shkollave nga persona të autorizuar. Botuesit lutejnë që prindrit dhe nxënësit të fillojnë menjëherë blerjen e teksteve për të shmangur radhët e gjata në ditët e fundit përpara fillimit të vitit të ri shkollor. Teksa inspektoj kopshtin 56 të rikonstruktuar, kreu i Bashkisë Erion Veliaj tha se ky proces do përfundoj në 23 kopshtet e Tiranës përpara fillimit të vitit të ri arsimor. Në një sinjë në Tiranë, kopshti që ka marrë emrin e një prej filmave emblematik për fëmijë Beni Ecënvet, ka një pamje të re. Bashkia e Tiranës ka rikonstruktuar të gjitha ambientet dhe fëmijët do gjejnë në të hapësira për të kaluar sa më bukur orët e qëndrimit. Erion Veliaj tha se bashkia po mban premtimin për rikonstruksionin e 23 kopshteve para nisjes së vitit të ri arsimor. Kur fëmijët kthehen nga pushimet javën tjetër, jo vetëm këtu në njësi numër 1 ku është deputeti Tmiri, por në të gjitha njësitë e Tiranës do të gjejnë infrastrukturë moderne dhe besoj që ashtu siç ka emrin kopshti Beni Ecënvet, ashtu është dhe qëllimi i bashkisë që çdo fëmijë të ecë vet në qytetin e Tiranës, dhe çdo fëmijë të ketë njëjtin shans, si këtu në Shkos, si në Alidem, ashtu dhe në Bllok, ashtu dhe në qendër Tiranës. Në kopshtin Beni Ecënvet, ose siç njihet kopshti 56, janë bërë ndërhyrje në gjithë godinën, brenda dhe jashtë saj. Jashtë është krijuar edhe një kënd lojrash për të vejlit. Pas rikonstruksionit të të gjitha kopshteve dhe çerdheve në Tiranë, fokusi i bashkisë do të jetë rikonstruksioni i shkollave. Rikonstruksioni i godinës së Ministrisë së Brendshme po shkon drejt përfundimit, ndryshe nga sa ishin mësuar ta shihnim kohët e fundit të rrethuar me rrjete skela, tani fasada e godinës është zbuluar dhe rikonstruktuar
plotësisht, siç edhe e ndiqni. Burime nga Ministria e Brendshme thanë për News 24 se puna po vjen ende në pjesën e brendshme të godinës për rrjetin elektrik dhe kablot optik, si dhe për mobilimin e mjediseve. Pas rreth 10 ditësh pritet të bëhet edhe një ceremoni përurimi për godinën e rindërtuar. Për arsye të punimeve, ka rreth një vit që zyrat e Ministrisë së Brendshme janë zhvendosur dhe funksionojnë te Garda e Republikës dhe tek Ish-Ministria e Kulturës. Një projekt për pëllësimin e zonës dhe që shmang erozionin në malin e Tomorit në Kolonjë pritet të nisë në muajin janar. Një vit më parë, Bashkia e Kolonjës u përball me një katastrofë natyrore ku si pasojë erozionit në këtë zonë u shkaktuan dëme të mëdha ekologjike, por jo vetëm. Pas situatës së krijuar, Bashkia e Kolonjës ka ndërmarrë një projekt për pëllësimin e zonës dhe për të shmangur rrëshqitjet e tokës. Si që shikoni edhe lartë, është gati për erozion masiv, çka ne na bën që të humbim dhe një nga burimet tona kryesore të ujit. Kështu që me njëherë mbas ndodhjes së kësaj fatkeqësie, ne menduam dhe kërkuam donator, njerëz, dashamirës të Kolonjës, në mënyrë që këtë ngjarje ne ta ndalojmë. Një sipërfaqe për 120 hektarësh do të pyllëzohet kjo zonë, në mënyrë që ne ta rikthejmë këtë zonë në bukuritë që ka pasur, pasi siç e dini Gramozi është një mal unik, ka 60 lloje lulesh nga 66 nga gjithë Shqipëria dhe ne duam ta shpëtojmë këtë bukuri që ka. Dhe unë dua të falenderoj gjithë ata që punuan dhe kontribuan për këtë projekt, gjithë donatorët. Duam që ta bëjmë Kolonjën ta kthejmë në një shembull nga suksesi edhe për të tëra nga zonat e tjera të Shqipërisë që kanë këto probleme dhe duke ndërhyrë në një hapësirë për 120 hektarësh këtu. Projekti prej 5 milion eurosh që realizohet në bashkëpunim me Zyrën e Kombeve të Bashkuara në programin për mjedisin me Selinë Vjen, do të vihet në zbatim në muajin janar të vitit të ardhshëm. Nesër Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet me qëllim votimin dhe ratifikimin e marrëveshjes për ndarjen e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Por agjencia e lajmeve Reuters shkruan se edhe nëse ratifikimi bëhet në kohë, liberalizimi i vizave mund të mos realizohet në kohën e duhur. Sipas burimeve diplomatike, Unioni e ka vëmendjen tek Gjeorgjia dhe Turqia dhe jo tek Kosova. Në një artikull të agjencisë lajmeve Reuters për demarkacionin mes Kosovës dhe Malit të Zi, thuhet se edhe nëse Kosova arrin ta ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit, nuk është e sigurt se Bashkimi Evropian do t'i heqë vizat në kohë. Në këtë shkrim të Reuters citohen edhe diplomatë të BE-s, të cilët i kanë thënë agjencisë angleze të lajmeve se tashmë askush në BE nuk flet për Kosovën dhe një pjesë po merret me Gjeorgjinë e pjesa tjetër me Turqinë. Aleatët perëndimor i kanë thënë Kosovës se qartësimi i kufive me fqinje që ishin pjesë të ish Jugosllavisë përfshir Malin e Zi është një parakush për t'u afruar me Bashkimin Evropian, në veçanti marrjen e liberalizimit të vizave. Por marrëveshja mes dy qeverive është përballur me protesta të dhunshme nëpër Kosovë. 6 njerëz u arrestuan të martën në ndyshimet se kanë hedhur një bombë në objektin e parlamentit të Kosovës dhe ligjvënësit nacionalist kanë hedhur gaz do cilës disa herë brenda parlamentit. Opozita thotë se me këtë marrëveshje vendi humb 8000 hektar tokë, diçka që qeveria e mohon. Diplomatët e BE-s thonë se Kosova duhet të presë gjatë për të marrë liberalizimin e vizave, edhe nëse marrëveshja ratifikohet në kohë. Sipas Reuters, bloku tashmë ka vëmendjen diku tjetër, thonë diplomatët. Ata janë me shpresë se mund të liberalizojnë vizat për Gjeorgjinë para zgjedhjeve që pritet të mbahen në muajin tetor, ndërsa disa fokusin e kanë tek Turqia, vend jetik për të mbajtur larg Evropës perëndimore valën e emigrantëve. 16 persona janë plagosur gjatë turbulencave pasi një avion bëri ulje të detyruar në aeroportin Shannon në Irland. 14 ishin pasagjerë dhe 2 pjesëtar të ekuipazhit. Avioni udhëtonte nga Houston në Heathrow të Londrës. Shoqëria ajrore tha në një deklaratë se ulja emergjente u bë pas turbulencave të forta dhe të papritura. Avioni tip Boeing kishte 207 udhëtar në bord. Të plagosurit u çuan në spital.
Kandidati republikan për president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump viziton sot Meksikën. Trump ka shkruar në Twitter ndjes se do të takoj presidentin meksikan Peta, i cili ka ftuar edhe kandidaten demokrate për presidente Hillary Clinton. Ai ka thënë se dialogu do të ndihmojë në mbrojtjen e meksikanëve kudo që ata jetojnë. Kandidati republikan për president Donald Trump do të vizitojë sot Meksikën disa orë përpara se të prezantojë masat kundër emigrimit të paligjshëm. Në një mesazh në Twitter, Trump deklaroi se priste me padurim që të takohet me presidentin Enrique Pena Nieto, i cili gjithashtu ka ftuar në Meksikë edhe kandidaten demokrate Hillary Clinton. Presidenti meksikan synon që nëpërmjet kësaj ftese të dërguar ndaj Trump të ndihmojë në mbrojtjen e popullsisë meksikane kudo që ajo jeton. Kandidati republikan Donald Trump i ka shndërruar emigrantët meksikan në pjesën kryesore të fushatës së tij. I ka quajtur kriminal, përdhënues, trafikant droge. Ja çfarë deklaronte pak muaj më parë. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. Trump është zotuar ndër të tjera që të ndërtojë një mur me Meksikën për të ndaluar fluksin e emigrantëve dhe sipas tij, për ndërtimin e murit do të paguajë vetë Meksika. Presidenti Nieto është përgjigjur se nuk do të shpenzojë asnjë qindark për ndërtimin e këtij muri. Mbetet për të parë nëse pas vizitës në Meksikë Trump do t'i zbusë tonat ndaj emigrantëve meksikan. Zëdhënësi Abu Muhammad al-Adnani është vrarë në veri të Sirisë. Lajmi është dhënë nga agjencia e lajmeve Amaqe, e cila është e lidhur me organizatën ekstremiste. Duke cituar një burim ushtarak, Armaq tha se Adnani është vrarë gjatë inspektimit të operacioneve për sëmbrapsjen e fushatave ushtarake në Alepo. Nuk është e qartë nëse ai u vra nga forca toksore ose në ndonjë sulm ajror. Adnani thuhet se ka qenë njëri nga zyrtarët që ka shërbyer më shumë brenda shtetit islamik. Këngëtari amerikan Chris Brown është liruar me kusht nga paraburgimi pasi pagoi $250,000. Lajmin e bëri të ditur avokati i këngëtarit, i cili tha se klienti i tij u lirua duke shtuar se akuzat ishin të pavërteta. Këngëtari amerikan u arrestua të martën si i dyshuar për një sulm me armë ndaj një gruaje, cila e denoncoi atë në polici për kërcënim. Mediat raportuan se incidenti ndodhi në shtëpinë e tij në Los Angeles. Raportohet se Brown kishte kërcënuar me armë një vajzë e cila me sa duket ishte Miss California, por detajet nuk janë bërë të ditura. Kujtojmë që këngëtari është i njohur për akte dhune, përfshirë sulmin në 2009 ndaj të dashurës së tij, yllit të muzikës pop Rihanna. Shkojmë live tani në policinë e Tiranës për të ndjekur zotin Ervin Hodaj për ngjarjen e grabitjes së bankës në blok. Dhe kërkimit në drejtorinë vendore të policisë Tiranë ka zbuluar autorët e vjedhjes së bankës BKT në Tiranë, ngjarje datës 8 gusht 2016. Sot, në datë 31/8/2016, informojmë publikun se pas një pune operative procedurale, njësitë e policisë kanë zhvilluar operacionin e koduar depërtimi dhe si rezultat në orën 17:30 u ndaluan autorët e dyshuar, shtetasit Roland Liti, Zekaj, 37 vjeç, lindur dhe banues Tiranë, me arsim 8 klas, i dënuar më parë për vjedhje. Alam Babameto, 23 vjeç, lindur në Fier dhe banues Tiranë, me arsim të lartë i pa dënuar. Robert Kulla, 35 vjeç, lindur dhe banues Tiranë, me arsim 8 klas, i dënuar më parë për rrëmbim dhe mbajtje peng personi dhe mbajtje pa leje. Gjatë kontrollit të banesave të tyre shtetase, u gjetën dhe sekustruan me cilësinë e provës materiale një automjet i markës Benz, një automjet i markës Opel Corsa, një shumë prej $16,730 amerikan, një shumë prej $10,480 euro,
2.600.000 lekë shqiptare, karta SIM dhe aparate celular, një sasi fishekësh armë gjahu, si dhe sendet e tjera që shërbejnë për hapje dyersh, brava dhe çelësa të ndryshëm. Po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Në përfundim, janë kryer veprimet procedurale dhe materialet do të dërgohen prokurisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprën penale të vjedhjes së bankave dhe arkave të kursimit, e kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 136 fraksion 2 të Kodit Penal. Faleminderit. Ishte zoti Ervin Hodaj, drejtori i policisë së Tiranës, i cili bëri me dije se ishin identifikuar dhe ndaluar tashmë nga policia rreth orës 17:30 të ditës së sotme 3 autorët e grabitjes së bankës në zonën e bllokut, një ngjarje e ndodhur më 8 gusht të këtij viti. Ndërkohë, do të shkojmë në një lidhje tjetër të drejtë për drejtë këtë radhë me Shkodrën. Sot në mbrëmje atje luhet, siç e dini, miqësoria Shqipëri-Marok, një ndeshje në vigjilje të sfidës përballë Maqedonisë. Gjatë seancave të fundit stërvitore, trajneri kombëtares Xhani Debiazi u ka kushtuar rëndësi lojtarëve më pak të aktivizuar, të cilëve pritet të krijojë hapësira në ndeshjen përballë Marokut. Do të realizojmë një bisedë telefonike me gazetarin ton atje për të folur jo vetëm për atmosferën që mbizotron tani në Shkodër, por edhe për një ngjarje të vogël që është shënuar gjatë mbrëmjes, pikërisht gjatë inaugurimit të stadiumit Loro Boriçi. Atje ka padur një shkëmbim batutash mes kryeministrit Rama dhe kryetares së Bashkisë së Shkodrës, zonjës Voltana Ademi. Mësohet se kreu i qeverisë ka kërkuar shëmbjen e ndërtimeve pranë stadiumit dhe në të kundërt Bashkia e Shkodrës nuk do të përfitonte fonde nga qeveria nëse nuk e realizonte këtë që zoti Rama kërkonte. Për më shumë detaje pra kemi këtë komunikim me gazetarin ton atje, Senad Nikšići. Senad, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ola, mirëmbrëma juve në studio dhe gjithë qytetarëve shqiptarë nga Shkodra, ku sonte do të jetë vërtet një festë e madhe e futbollit, jo vetëm shkodran, por edhe atij shqiptar. Edhe pse siç e thatë ju, një ndeshje e thjeshtë miqësore, Shkodra i kushton gjithmonë një rëndësi të veçantë sportit të futbollit, sepse është qyteti që e nisi në Shqipëri dhe gjithmonë ku ka futboll, ku ka ndeshje, aq më tepër ku kushezim janë Shkodër ka një festë të madhe. E kështu kjo atmosferë tashmë është ndezur në rrugët e qytetit të Shkodrës me qindra mijëra tifozë, vërshojnë rrugët e Shkodrës me flamuj, me brohoritje dhe entuziazëm për kombëtaren shqiptare. Është një atmosferë shumë e bukur këtu në qytetin e Shkodrës, tek të gjithë tashmë e kanë vëmendjen tek të përshëndruar tek ky takim, edhe pse siç e thash është një ndeshje miqësore. Sot në Shkodër, siç e thuat edhe ju, ishte kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama, i cili bëri një lloj inspektimi, mund ta quajmë kështu, të stadiumit të ri, të gjandi të ri, Loro Boriçi, të rikonstruktuar dhe ndërtuar pjesërisht. Ai u shoqërua gjatë gjithë këtij inspektimi edhe nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, zonja Voltana Ademi, e cila ka qenë një vizitë të saj në Zvicër dhe me sa duket ka ndërprerë vizitën dhe ka ardhur nga Zvicra për të qenë në këtë ngjarje të madhe në Shkodër, sepse normalisht nuk kishte të mungonte. Dhe gjatë inspektimit të stadiumit Rama dhe zonja Ademi kanë shkëmbyer disa batuta e po ashtu edhe debate me njëri tjetrin. Batutat kanë qenë me humor apo me tone jo humoristike? Besoj që gjithë njojnë zotin Rama për sarkazmën e tij, por edhe për seriozitetin që shpreh përmes sarkazmit. E ashtu sa me sarkazm, ironi, po aq kishte edhe me seriozitet zoti Rama gjatë batutave me kryebashkiaken, ndërkohë që kryebashkiakja ka qenë më serioze, duke mos përdorur shumë ironi, por duke dhënë përgjigje serioze. Rama kërkoi, ngulmoi dhe tumboi gjithnjë që ndërtimet përreth stadiumit Loro Boriçi të prishen, siç e thatë edhe ju, sepse nuk lënë vend për parkime shumë dhe po ashtu krijoi një pasiguri, sidomos për ndeshjet ndërkombëtare. Në katin e tretë të stadiumit, në ndalesën e parë, Rama i tha kryebashkiakës tekstualisht Voltana në mbrojtje, Voltana në mesfush, Voltana në sulm dhe ndërtimet pa leje që nuk prishen, pra duke patur fjalën për parkimet. Dhe kryebashkiakja ja ktheu dhe zoti Rama që nuk jep asnjë lek për Shkodrën.
stadiuar inspektimi i tyre në gjitha ambientet e stadiumit. Po përgjigja, cila ka qenë përgjigja e zonjës Ademi? Pra në një farë forme i është kërkuar prishja e këtyre ndërtimeve nga kryeministri kryetares së bashkisë. Ka pohuar të kundërtën, pra se nuk do të prishen apo ka heshtur zonja Ademi? Jo, zonja Ademi nuk ka heshtur asnjë. Teksa Rama i kërkonte, pra ky ishte momenti i parë i batutës së tyre. Më pas, gjatë inspektimit, në ecje e sipër, kryeministri Rama ngulmoi sërish tek ndërtimet pa leje dhe më pas kryebashkiakja, pasi i tha më parë që nuk e sjell asnjë lek për Shkodrën, asnjë investim, më pas kaloi tek çështja e parkimeve dhe ndërtimeve, duke thënë se pjesa më e madhe e këtyre ndërtesave për cilat fliste zoti Rama janë me leje dhe ato që janë pa leje pa zonja Ademi do të prishin dhe se nuk i prish, ato do të i prishin. Zonja Ademi tha që patjetër që do të prishin të shka janë pa leje, për i sa mos harron të ligjin dhe të drejtën e qytetarit të Shkodrës. E qartë. Pra ka qenë një pasdite ndryshe për kryeministrin, por edhe për kryebashkiakën. Më pas, ministri është ulur i fushën e stadiumit Lordorisë dhe atu ka dhënë një intervistë shkurtër, pasi devotarët punuan që ai të fliste dhe tha se është një realitet që thëhet në ëndër impianti i ri, e po ashtu citoj se nëse është një rregull stadiumi i Shkodrës, po ashtu edhe arena kombëtare, pra për stadiumin që do të ndërtohet në Tiranë, pa që do të jetë një tjetër mrekulli për gjithë shqiptarët. Ndërsa kush mendon se UEFA ka dhënë që të gjejnë përfundimtar për stadiumin Lordorisë, ndoshta gabohet, sepse Rama tha që aty do ta shohim, pra nuk as pohoi, as mohoi se ka një përgjigje përfundimtare, por sa thjesht do ta shohim. Kjo ka qenë e gjitha sot në Shkodër. Faleminderit për informacionet e përcjella në studio. Punë të mbarë në minutat në vazhdim. Mirë, do të mbetemi sërish me ndeshje në Shkodër, ku sot në mbrëmje pra në orën 20:30 luhet miqësoria Shqipëri-Marok, një ndeshje në vigjilje të sfidës përballë Maqedonisë. Gjatë seancave të fundit stërvitore, trajneri kombëtar Gianni De Biasi, shikues nderuar, ju ka kushtuar rëndësi lojtarëve më pak të aktivizuar, të cilët pritet t'ju krijojë hapësira në ndeshjen përballë Marokut. Për më tepër të ndjekim kronikën. Gianni De Biasi jep dorë në fundit e ekipit në vigjilje të takimit miqësor kundër Marokut. Një kundërshtar me peshë, një test i rëndësishëm për të parë nga afër formën e legionarëve. Fakti që një pjesë e mirë e lojtarëve nuk kanë shumë minuta në këmbë e ka detyruar teknikun italian të jap më shumë përparësi pikërisht atyre. Përjashton ndonjë surprizë të minutave të fundit. De Biasi pritet të hedhë në fushë nga minuta e parë këtë formacion. Mos aktivizimi i tij tek Lazio nuk e shqetëson trajnerin e kombëtares. Etrit Berisha mbetet një pikë fikse në port, luan apo jo në rang klubesh. Ashtu si dhe pritej mbrojtësh reparti Shqipëria të pësojë një ndryshim thuajse total. Rreshtimi mbetet i njëjtë, 4 lojtarë në vit të drejtë, Hysaj në të djathtë, ndërsa në qendër mavret i bashkohet i përjashtuar i Francës Berat Xhimshiti. Në krahun e majt De Biasi pritet të aktivizojë nga minuta e parë Emir Lenjanin në vend të Agollit. Ansi ka shumë minuta në këmbë, titullar fiks te Karabak në çdo takim. Prezenca e tij ku gjërat të bëhen serioze vështirë se vihet në diskutim. Mesi i fushës nuk ndryshon. Xhaka, Basha dhe Abrashi pritet të arreshtohen përpara mbrojtjes. Në krah kemi një rikthim të bujshëm, Jahmir Hyka. Xhuxhu treguai i durueshëm, priti momentin e tij dhe De Biasi jo vetëm që është përblehu me një ftesë, por pritet që Hyka ta nisë miqësor me Marokun si titular. Rikthehet nga toka e premtuar Shkëlzengashi. Udhtimi i gjatë nuk pritet ta kushtëzojë sulmuesin e krahut të djathtë. Sulmi është reparti vetëm që po përjeton një moment fantastik të fillim sezoni. Ashtu si dhe me pjesën tjetër të formacionit, De Biasi pritet i besojë në këtë sfidë postën e titularit, pikërisht sulmuesit me më pak shkëlqim në këtë periudhë, Sokol Cikaleshit. Producentja Zana Çela emërohet drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Vendimin e mori këtë mërkur kryeministri Edi Rama, i cili kishte në tryezë edhe dosjen e tenorit Josif Gjipali. Ky është një rikthim i Zana Çelës si drejtuese e këtij institucioni pas largimit të saj si drejtuese e Operës Kombëtare në vitin 2003. Zana Çela është zyrtarisht drejtore e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Vendimi është marrë këtë të mërkur nga kryeministri i vendit Edi Rama në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe mes dy kandidaturave që kishte në tryezë e përzgjedhura e tij
ka qenë producentja Zdana Çela, e cila rikthehet kësaj si drejtuese e këtij institucioni më të lartit të artit në vend. Zonja Çela nuk ka preferuar të flasë publikisht për platformën e saj që e çoi drejt fitimit të garës për drejtimin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, dhe pas përfundimit të intervistës në ministri, ishte fjalë pak. Po ndoshta unë do të prezantohem në një moment tjetër, nëse unë do jem e përzgjedhur. Ndërsa përpara komisionit të ngritur nga Ministria e Kulturës për vlerësimin e 6 kandidaturave, mësohet të ketë vënë theksin në një teatr kozmopolit. Angazhimi i saj kryesor është kthimi i këtij teatri në një institucion të ekselencës, edukimit dhe inovacionit. Sipas saj, 6 janë fushat në të cilat ajo do të veprojë paralelisht: ekselencë në program dhe zbatimin e kalendarëve artistik, edukimin e publikut, thithjen e publikut, marketing dhe promocion. Me gjastë në nisje të muajit shtator, Zdana Çela do të prek Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, këtë herë si drejtuese e tij për të dytën herë, pas largimit nga ky post në vitin 2003. Filmi i restauruar Tomka dhe shokët e tij do të shfaqet 2 herë në New York, më 2 dhe 22 shtator. Iris Elezi, themeluese e projektit kinemas shqiptare, tregon se në muajin tetor do të ketë projeksionin e parë në Shqipëri dhe gjithçka ndodh në Berat, në qytetin ku xhirua afro 4 dekada më parë nga regjisoria artistja e popullit Xhanfize Keko. I restauruar mos e 2 vite shkuar fal projektit të kinemas shqiptare, një ndër filmat emblematik të kinematografisë son, Tomka dhe shokët e tij, regjisores Xhanfize Keko, do të ketë 2 projeksione në New York gjatë muajit shtator. Një moment me rëndësi ky jo vetëm për këtë film, por edhe kinema në një vendi si ky yni. Çdo gjë që është në film i përket gjithë botës, nuk i përket vetëm Shqipërisë. Brenda këtij muaji 2 herë, filmi i restauruar nga Library of Kongresit Amerikan, Tomka dhe shokët e tij, shfaqet në New York City në datë 2 dhe tjetri në 22. Dhe të gjitha këto lek shkojnë për Archives in Motion, për workshopin fenomenal që po bëjmë në Tiranë në tetor. E dini që do sjellim specialistë dhe arkivistë nga gjithë rajoni i Ballkanit dhe do sjellim ekspert nga gjithë bota që të mësojnë njerëzve tanë dhe të rajonit si ta ndajmë këtë pasuri, si ta ruajmë këtë pasuri që kemi nëpër arkivat tona. Dhe në ky në 22 bëhet në kineman Alomo dhe të gjitha lekët do shkojnë për projektin e kinemas shqiptare. Prej New Yorkut, Tomka i restauruar do të rrugëtojë në Shqipëri për të pasur të parën shfaqje këtu pas restaurimit. Dhe gjithçka do të ndodhë në Berat, aty ku është xhiruar ky film afër 4 dekada më parë. Do jetë fenomenale, ku ka më bukur. Shpresoj Xhanfize është e lumtur kudo që ajo është. E di që drejtori i fotografisë Zoti Faruk Basha është. Zoti Faruk Basha na ka ndihmuar në çdo hap gjatë gjithë kohës, vajti deri në Washington që të ndihmonte se si ne duhet ta bënim këtë restaurim në më të mirën profesionale që ne mundeshim. Po imagjinoni se sa bukur do jetë të kthehemi në Berat dhe ta shfaqim aty, do kemi disa nga aktorët që tani janë burra e gra. Do kemi kineastët tanë të brezave të ndryshëm, do kemi gjithë arkivistët që do vinë të trajnohen këtu në Tiranë, po për më tepër qyteti do rishoh vetveten 40 vjet më vonë. Pas restaurimit, pranverën e vitit 2014, e para premierë e filmit ishte në festivalin e Prishtinës, ku qenë të pranishëm edhe disa prej protagonistëve në këtë film. Një ari 6 vjeçar ka shpëtuar jo vetëm nga robëria, por edhe trajtimi çnjerëzor që i rrezikonte jetën. Një zinxhir rreth qafës së tij që në vegjëli i kishte dëmtuar fytin pasi kishte deportuar rreth 3 cm nën lëkurë. Ariu i pagzuar nga zotëruesit që e mbanin në levan të fierit me emrin Pashuk, i u nënshtrua operacionit dhe ndodhet në kopshtin zoologjik në Tiranë. Një tjetër ari ka mundur të shpëtojë nga mbajtja në robëri dhe keqtrajtimi. Ariu i njohur me emrin Pashuk, që ka qëndruar për një kohë të gjatë në kafazën e një biznesi në levan të fierit, ka dëmtime serioze në fyt dhe sipas specialistëve, nëse marrja e tij nga pronarët shfrytzues do të vononte edhe një javë, ky ari nuk do të mund të jetonte më. Zinxhiri i cili mbante rreth një vit e gjysmë më parë në qafë, ka shkaktuar dëmtime jetësore pasi që prej asaj kohe, me rritjen e ariut, zinxhiri ka mbetur i njëjtë, duke i deportuar rreth 3 cm nën lëkurë. Don't drop it off. You leave it. Ariu 6 vjeçar ndodhet në kopshtin zoologjik pas ndërhyrjes kirurgjikale për heqjen e zinxhirit. Pashukut janë vendosur para një viti e gjysmë një zinxhir në qafë. Ne nuk e dim edhe saktësisht si ka ndodhur kjo, nga pronart sigurisht, edhe tani meq ajo është rrit. Në ndërkohë
zinxhiri pothuajse ka qenë komplet të futur në lëkurë. Pashuku ndodhet përkohësisht në kopshtin zoologjik në Tiranë. Mjeku veteriner pohon se brenda 25 ditësh Ariu do të rikthehet jetës normale dhe më pas do të zhvendoset në Prishtinë. Kemi qetësuar anikën me anestezion të përgjithshëm, kemi pastruar qafën, kemi dezinfektuar, mandej kemi bërë hekjen në mënyrë kirurgjikale të zinxhirit, për shkak se ka qenë mund të thot 3 deri në 4 cm në lëkurë. Plaga atina po shpresojmë që brenda 25 ditë deri në 30 ditë të shërohet edhe pashuku të jetë në gjendje normale, të kthehet jetës tina të mëhershme. Ky është Ariu i 5 që Ministria e Mjedisit së bashku me shoqatat shpëtohen nga robëria, ndërsa mediat ndërkombëtare e kanë ngritur këtë shqetësim kohë më parë, nga ku duket se erdhën dhe reagimet konkrete për zbatimin e ligjit nga institucionet shqiptare. Kemi mbritur në fund me Ola Brukon për sëllëm të kjo edicionin qendror informativ. Dhe bashkë me Dimitër Gjokën, juftojmë të klikoni në balkanue.com. Njiheni aty me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të fletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni Radio Rash dhe të na ndiqni mjafton të klikoni mbi live streamin ton. Ju falemderit për vëmendjen, mirupafshim. Natën e mirë, në vazhdim do t'jeni në shoqërinë e koleges tonë Senada Jaho.